Dje në orën 16, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin MM, 28 vjeç nga fshati Qellopek, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se në spitalin klinik në Tetov ishte sjellë në mënyrë agresive ndaj personelit dhe kishte sulmuar fizikisht LA 31 vjeç nga fshati Zhelin, mjek në spital, ndërsa ai po përpiqej t'i jepte ndihmë mjekësore. Gjithashtu pas arritjes së zyrtarëve policor, MM ishte sjellë në mënyrë agresive edhe ndaj tyre dhe kishte sulmuar fizikisht njëri nga zyrtarët policor. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të ngritet kallëzim përkatës. Mbrëm në orën 23:15 zyrtar policor nga departamenti policor të Arc kanë privuar nga liria një 38 vjeçar nga një fshat i Tetovës. Ai dyshohet se për një periudhë më të gjatë kohore kishte shqetësuar vajzën e bashkëshortes së tij, 21 vjeçare, i kishte dërguar asaj fotografi të tij me përmbajtje eksplicite dhe i kishte kërkuar të kenë marrëdhënie seksuale, për të cilat do ta paguante. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijoj para shtresë përkatëse. Dje në orën 13:40 në departamentin policor Kamjan, AI, 33 vjeç nga fshati Bogovin, ka denoncuar se rreth orës 11 në punëtorinë e tij pas një grindjeje të shkurtër rreth artikujve të papranuar është sulmuar fizikisht nga NS, 72 vjeç nga fshati Bogovin e Tetovës, i cili gjatë sulmit është përpjekur të përdor edhe një mjet nga punëtoria. Po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Sot në mëngjes në kryqëzimin e rrugës Blagoja Toska me rrugën Boris Kidriç në Tetov, zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin FD, 27 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak se kishte sulmuar fizikisht personin AK, 42 vjeç nga Tetova. Pikrisht AK është gjetur me lëndime në një grop të gërmuar nga një objekt në ndërtim dhe për shkak të seriozitetit të lëndimeve është transportuar në kompleksin e klinikave Nëna Terez në Shkup. FD është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të vijojë kallëzim përkatës. Sot në mëngjes në sektorin për punë të brendshme Tetov, DP 37 vjeç nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 4 në vendin e punës në një bastore sportive në rrugën Blagoja Toska në Tetov, një person i panjohur nga Tetova është sjell në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar pasi ai ka refuzuar t'i japë para nga arka, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.